Letërsia në vetvete përmban dhe misionin e kujtesës. Tashmë ka shumë libra të autorëve shqiptarë që sjellin histori nga e kaluara, nga sistemi komunist, dhe përmes historive që sjellin na nxisin për të bërë një reflektim për të kaluarën, për sistemet, por edhe për ato gjëra të cilat sot më shumë se kur kemi nevojë të reflektojmë. Për këtë arsye unë kam përzgjedhur 3 libra nga autorë shqiptar që trajtojnë tematikat e të kaluarës komuniste. Libri i parë është Manual Rrezimi, Onila Godoles. Libri i dytë është Dielli në mërgim, Jani Wilms, një autore që jeton jashtë, për një nga autoret më të mira të mërgatës shqiptare. Dhe libri i tretë është Të poshtruarit i Lea Ypit, e njohur tashmë me librin Të lirë, një autore bestseller. Miq, të 3 këto libra i gjeni tek Leximtari në Tirana Ring Center, por mund t'i porosisni online. Një herësh i keni edhe set në ofertë minus 15% gjatë festave të fundvitit. Ku ka më mirë se sa të festosh me libra në këtë fundvit?